Rrjetet sociale në Shqipëri pritet të përballen me gjoba në rast se nuk heqin brenda 24 orëve postimet që vlerësohen si një formë dhunës online. Kjo është një nga pikat kryesore që përmban projekt ligji i ri për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna ndaj grave dhe dhuna në familje. Në draftin e depozituar për diskutim në Kuvend, për herë të parë përfshin në mënyrë të qartë edhe dhunën e lehtësuar nga teknologjia, të shfaqur përmes rrjeteve sociale, mediave online dhe platformave digjitale. Sipas projekt ligjit, dhuna në mjediset digjitale trajtohet si pjesë integrale e dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore, duke përfshirë forma si kërcënimet online, përndjekjen digjitale, publikimin pa pëlqim të përmbajtjeve denigruese apo nxitjen e urrëties përmes platformave elektronike. Një nga rrisit kryesore lidhet me Neni 20.2, ku përcaktohen detyrimet e ofruesve të shërbimeve online. Në rast se gjykata vendos masa mbrojtëse ndaj dhunës së lehtësuar nga teknologjia, pra nëse urdhëron heqjen e një artikulli, komenti apo përmbajtjeje të caktuar, këto masa duhet të zbatohen pa vonesa. Projekt ligji parashikon se nëse këto vendime gjyqësore nuk zbatohen, Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare ka të drejtë të vendosë gjoba administrative nga 50 deri në 500.000 lekë për çdo 24 orë vonesë. Qëllimi i këtij parashikimi ligjor sipas nismës është të garantojë zbatimin efektiv të vendimeve gjyqësore dhe të rrisë mbrojtjen e viktimave në hapësirën digjitale, aty ku dhuna shpesh është e shpejtë, e përhapur dhe me pasoja të rënda psikologjike. Projekt ligji pritet të ngjallë debat në Kuvend kur të kalojë në diskutim dhe miratim në lidhje me balancën mes mbrojtjes nga dhuna digjitale dhe lirisë së shprehjes, si edhe rolin e mediave dhe platformave online në zbatimin e masave të vendosura nga gjykata.